Në një intervistë, Charles Kupchan, nga Këshilli për Marrëdhëniet me Jashtën në SBA, u shpreh se deklarata e fundit e presidentit amerikan Donald Trump për Kosovën dhe Serbinë duhet parë në kontekstin e një lideri që po përpiqet të rikthejë vëmendjen e opinionit publik mbi rolin e tij si negociator i shkëlqyer. E në lidhje me këtë deklaratë të Kupchan, ka folur opinionisti Ded Preqi. Ai në një prononcim për Bota Sot thotë se rikthimi i Trump në pushtet do të ndikojë në përshpejtim të një marrëveshjeje të mundshme mes Kosovës dhe Serbisë. Profesori amerikan nga Këshilli për Marrëdhëniet me Jashtën në SBA thotë se presidenti Donald Trump mund të rikthejë negociatat dhe përpjekjet të marrëveshjes në mes të Kosovës dhe Serbisë, por premtimet e tij për paqe në Ukrainë dhe në lindjen e mesme nuk shkuan ashtu siç kishte premtuar më herët, se me ardhjen e tij në pushtet do të ndodhen shumë shpejt paqja në këto vende. Rikthimi i presidentit të SBA-s Donald Trump që t'i nxjisë negociatat dhe hapa drejt një marrëveshje të mundshme në mes të Serbisë dhe Kosovës do të ishte një kthesë e madhe për të dyja palët, kur dihet se këto dy vende, edhe mbas 25 vjeteve të ndërprerjes së luftës në mes tyre, nuk kanë akoma një qëndrueshmëri paqësore dhe marrëdhënie të mira ndërfshirësore dhe duke mos e njohur njëra tjetrën, deklaroi ai. Megjithatë, Preqi u shpreh skeptik se pa SBA-n mund të ndodhë shpejt një marrëveshje mes dy palëve, pasi që potencoi faktin se shteti serb vazhdon me politikat e saj agresore. Për këtë e vlerësoi si të domosdoshme përfshirjen e Trump dhe duhet patjetër t'i besojnë politikave të tij. Serbinë, kryeneqe dhe agresore të një regjimi të pandryshuar nga e kaluara, do të ishte vështirë të arrijë ndonjë rezultat i mundshëm që përmes negociatave të realizohet në një marrëveshje ndërfshirësore, ku Serbia nuk i implementon dhe zbaton në praktik marrëveshjet e tilla. Siç e njohim këtë vend me iniciativat e kaluara dhe me ndërmjetësimin e BE-s. Prandaj, për krimin e stabilitetit dhe ambienti paqësor në mes këtyre dy vendeve, duhet i besojmë politikës amerikane dhe tani presidenti Trump, i cili duket se problemin e neglizhuar deri më tani në mes këtyre dy vendeve, tani e ka futur në agjendën e vet. Vetëm politika dhe fuqia e SBA-ve, Serbinë do ta fuste në binar dhe mund ta kthejë këtu. Bëhet fjalë për një shfaqje të skajshme të asaj që ne do ta quajmë marrëveshje paqësore apo të detyrueshme, sepse Serbia është e njëjtë për disa si Putinin dhe Rusin, e ka lahat dhe zotin e saj, nënvizoi ai. Tutje, ai nuk u pajtua me deklaratën e profesorit Kupchan, pasi tha se është shumë e nevojshme që Trump të përfshihet në negociata të tilla. Opinionisti theksoi rolin e madh që SBA ka në Kosovë dhe gjithë ndihmën që ja ka dhënë shtetit tonë me vite të tëra. Me çfarë konteksti profesori Charles Kupchan e thotë këtë se Trump, sikur nuk i realizoi premtimet e tij për të ndërprerë lufta në mes të Rusisë dhe Ukrainës, po ashtu edhe ndërprerjen e luftës në mes të Izraelit në lindjen e mesme, dhe tani ky rikthim i negociatave ndaj Kosovës dhe Serbisë, sikur presidenti mund të arrijë ndonjë fitore, kjo duket ndoshta e paqëndrueshme sipas profesorit dhe nuk mund të zhvlerësohet një iniciativë e tillë e presidentit Trump, sepse do të ishte mos e nevojshme dhe shumë urgjente paqja në mes këtyre dy vendeve për shumë shkaqe, kur bëhet fjalë edhe për rajonin. Kosova dhe populli i saj i beson SBA-s, populli amerikan dhe presidenti Trump, sepse aq sa është e rëndësishme paqja në mes të Kosovës dhe Serbisë, aq është e rëndësishme paqja dhe për kombet e tjera që janë sot me luftë, dhe si duket presidenti Trump e ka nisur të mbarë në zgjedhjen e problemeve pak më të vogla dhe të përfundojë me ato pak më të mëdha, për ta promovuar në tërësi një paqe globale. Me rikthimin e Trumpit për një dialog në mes të Kosovës dhe Serbisë, me siguri dhe Bashkësia Evropiane duhet të angazhohet si ndërmjetësuese kryesore. Mirë, po çfarë do të bëjë Kosova dhe lidershipi i saj? A do të pajtohen nëse presidenti Trump do të mbështesë BE-n apo jo, me politikat e saj të ftohta dhe pa efektshme deri më tani, apo do të bëjë një zgjedhje të re sipas modelit Trump, pa e pyetur njërin dhe tjetrin, shpjegoi Preqi. Ndër të tjera shtoi se rikthimi i vëmendjes së Trump në negociatat në Bruksel është një sinjal shumë pozitiv për Kosovën. Prandaj Kosova dhe populli i saj ka shumë besim në Amerikë dhe presidentin e saj që mos të ndodhë ndonjë kompromis i thimbshëm për këto vende që mund të pasojë ky popull i cili akoma po i vuan plagët që ka ende në trup të pashuruara nga fashizmi serb i asaj kohe dhe kërcënimet e përditshme të kësaj kohe. Në këtë mënyrë, Kosova duhet të gëzohet rikthimit dhe vëmendjes së presidentit Trump, i cili do të realizonte efekte të dukshme në marrëveshjet mes Kosovës dhe Serbisë,
ku ato do të zhvillohen dhe do të kalojnë përmes një ndërmjetësi të fuqishëm siç janë SBA-t. Po ashtu edhe me ndihmën dhe mbështetjen e BE-s, por thjesht e për llogaritur në favor të palëve, në veçanti të palës së dëmtuar, siç është Kosova, përmbylli Did Preshi në intervistën e tij për Bota Sot.